Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Tërnava, ka uruar besimtarët musliman me rastin e ardhjes së muajit të bekuar të Ramazanit, duke cilësuar këtë muaj si kohë reflektimi shpirtëror, vetëpërmbajtje dhe përkushtim ndaj krijuesit. Në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve, Miftiu Tërnava theksoi se Ramazani është më shumë se një obligim fetar, duke përshkruar atë si një shkollë hyjnore që formson karakterin dhe ndërgjegjjen e njeriut. Në këtë natë të bekuar, kur hëna Ramazanit ngrihet mbi horizontin shpirtëror të vendit tonë, le të reflektojmë për dy dashuri që na formësojnë, dashurinë ndaj fesë dhe dashurinë ndaj dheut. Ramazani është më shumë se agjërim, është një shkollë hyjnore, vetëpërmbajtjeje, pastrimi i ndërgjegjes dhe lartësimi moral. Ai e bën njeriu më të ndjeshëm ndaj tjetrit dhe më të përkushtuar ndaj së mirës së përbashkët. Historia jonë dëshmon se besimi ka qenë burim frymëzimi për angazhimin qytetar e kombëtar, veçanërisht në momente të kyçe, si shpallja e pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt 2008, kur u kurorëzuasin sakrifice gjatë për liri, drejtësi dhe dinjitet. Duke folur për dimensionin shpirtëror të agjerimit, Miftiu i Kosovës vuri në pa se ky adhurim ka një veçanti të thellë, pasi kryhet me sinqeritet të plotë dhe vetëm për hir të krijuesit. Agjerimi i muajit të Ramazanit është një nga adhurimet më të veçanta, sepse është ibadet që besimtari e kryen vetëm për hir të krijuesit, me bindje të plotë, vullnet të lirë dhe sinqeritet të thellë shpirtëror. Ai nuk është thjesht përmbajtje nga ushqimi e pija, por një akt i pastër devotshmërie që buron nga zemra dhe dëshmon besimin e vërtetë. Për këtë sakrificë të heshtur e të sinqert, agjeruesi ka shpërblim të veçantë tek Zoti, sepse agjerimi është adhurimi intim mes robit dhe krijuesit të tij, i njohur plotësisht dhe vetëm prej tij. Në këtë qëndron madhështia e tij, një përkushtim i brendshëm që e pastron shpirtin, e forcon karakterin dhe ofron njeriu me mëshirën hyjnore. Gëzuar dhe me fat muajin e bekuar të Ramazanit, Zoti e bekoft popullin ton dhe Republikën e Kosovës. Në fund të mesazhit, ai në emër të Bashkisë Islame të Kosovës dhe institucioneve të saj, u ka përcjell urimet më të sinqerta të gjithë besimtarëve për një Ramazan të bekat, me lutje për paqe, mirësi dhe solidaritet në familje dhe në shoqëri.